Përshëndetje të nderuar miqtë e mia, ku po takohemi sërish të bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komunikuar me ju se pas përfundimit të kësaj procedure që në fakt është hapur për banorin Josefin Marku, i cili mbrëm në një transmetim live në Top Channel goditi banorin tjetër Gjestin, jam munduar që të kuptoj se si shkojnë këto ligje dhe se sa dënim mund të marrë Jozi për këtë veprim që në fakt bëri kundërdrejt Gjestit. Ngjarja e ndodhur në spektaklin televiziv Big Brother VIP Albania, ku banori Jos Marku goditi me shuplak Gjestin gjatë transmetimit live, mund të ketë pasoja serioze ligjore. Sipas kodit penal të Shqipërisë, ky veprim përbën vepër penale dhe mund të dënohet me burgim. Sipas nenit të 90 të kodit penal, goditja e një personi tjetër, edhe nëse nuk lë pasoja të rënda fizike, konsiderohet akt të dhune me dashje dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vite. Ngjarja e cila ndodhi në mënyrë të papritur dhe publikisht përballë mijëra shikuesve e rrit ndjeshmërinë morale dhe sociale të rastit, megjithse fakti që ndodhi gjatë një transmetimi televiziv nuk e ndryshon automatikisht klasifikimin penal. Ai mund të ndikojë në vlerësimin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe në mënyrën se si prokuroria i qaset rastit. Procedimi penal për këtë vepër zakonisht nis me kallëzim nga viktima, përveç rasteve kur prokuroria vendos të ndërhyjë vetë për shkak të ndjeshmërisë të lartë publike, siç mund të ndodhë në këtë rast konkret ku incidenti u bë viral dhe shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale. Në rast se do të provohet përmes raportit mjekësor se viktima ka pësuar dëmtime fizike, atëherë rasti mund të klasifikohet me rend më rëndëm dhe të kualifikohet sipas neneve 88 ose 89 të kodit penal, ku dënimet parashikohen më të ashpëra me 2 vite burgim. Kujtojmë se në rastin konkret, Gjesti është trajtuar më njëherë pas incidentit dhe sipas raportimeve, gjendja e tij është stabilizuar, ndërkohë Jozi është arrestuar nga policia në ngjarje që pritet që drejtësia të ndjek procedurat ligjore për zbardhjen e plot të rastit. Do të thënë, nga ajo që unë kam arritur të kuptoj deri më tani është që policia e Tiranës do të gjobis në këtë rast Jozin me një gjobë e cila do të shkon me lek, në të cilën ju edhe e ndëgjuat. Do me thënë, Gjesti natën e mbrëmshme nuk ka qenë gjatë gjithë kohës në darkën të krijuar nga Vllau i Madh apo të sponsoruar nga Vllau i Madh për finalistët, për 4 finalistët, ka qenë vetëm shumë pak dhe më pas u largua nga darka dhe shkoi përsëri në dhomën e rrëfimit. Nuk kemi një informacion në qoftë se në dhomën e rrëfimit ka ardhur policia për të marrur një deklaratë nga Gjesti për të gjithë ngjarjen se si ndodhi, por edhe në qoftë se nuk duhet marrur deklarata, ekziston transmetimi 24/7 live ku tashmë të gjithë shqiptarët kanë postuar video në për të gjitha rrjetet sociale, TikTok, ku Jozi godet Gjestin. Nga ajo që ne kemi arritur të kuptojmë është një dënim i cili shkon deri në 2 vite burg për kryesin e veprës që në këtë rast është Josefin Marku, por mund të shkon edhe në dënim me para që në këtë rast i jepen përsëri kryesit të veprës Josefin Marku. Derisa Jozi është liruar, do me thënë jemi më së shumti te kjo pjesa që dënimi duhet të jetë me para. Nga informacione zyrtare nga Top Channel është se Josefini tashmë ka prishur të gjithë kontratën që ka nënshkruar me Top Channel para futjes në shtëpinë e Big Brother dhe përsëri në rifutjen e tij të dytë në shtëpinë apo në rihyrjen të tij të dytë në shtëpinë e Big Brother. Jozi nuk është më pjesë e asnjë lloj emisioni në Top Channel, nuk është më pjesë e asnjë lloj kontrate të Top Channel dhe nuk e dim në qoftë se tashmë Top Channel do ta dënon, pasi që ne dim shumë bukur për banorët të cilët prishin kontratat me televizionin Top Channel dhe konkretisht me Big Brother kanë një lloj pagese për të paguar, nuk e dim se si do të shkon fati i Jozit, por gjithsesi Top Channel e ka hequr më tash nga të gjitha kombinimet të mundshme dhe dënon ashpër një veprim të tillë, sidomos edhe ndaj partnerëve të tyre, për faktin që nuk toleron që në asnjë mënyrë të tolerohen raste të këtilla dhe të tolerohen veprime të këtilla në një televizion me një përgjegjësi kaq të madhe, në një televizion me një transparencë kaq të madhe dhe në një televizion me një shikueshmëri kaq të madhe. Josefin Marku vazhdon akoma të jetë në
procese sipër të padisë e cila është bërë në moment nga vetë prokuroria në këtë rast, edhe besoj që me ndërhyrjen edhe të televizionit Top Channel, të cilët më njëherë e kanë thëritur policin dhe policia mbërriti në shtëpi për një afat kohor shumë të shkurtër dhe arrestoi banorin Jozefin Marku. Nga qëndrimi i Jozit mendoj se ka qenë një situatë mirë menduar, ka qenë një situatë krejtësisht e planifikuar, sepse zakonisht nëse do ndodhte pa plan, ai do mundoheshte që të largohet me njëherë, por Jozi nuk u largua dhe i qëndroi vetes së tij trim qofte edhe përballë policisë se unë e bëra këtë gjë dhe është shumë krenar për këtë gjë që e ka bërë, të paktën nga qëndrimet dhe nga video që ne shohim nëpër rrjetet sociale. Kjo është momentalisht e vërteta e zbardhur edhe nga televizioni Top Channel, të cilët janë duke u kujdesur në format më të mundshme të mira për Gjestin, që shëndeti i tij të jetë i mirë kontrolluar nga mjekët dhe deri më tani nuk ka asnjë gjë për t'u shqetësuar në të paktën në shëndetin e Gjestit.